Kumropa meje është treni ku gjatë pranverës të vitit 1999 rreth 440.000 shqiptar u dëbun. Që kjo është ai veni ku nona ndoshta është do me djalë vetën edhe s'u po kur mo. Që kjo është veni ku shumë nona kanë qajt, jo shumë nona, po gjithë populli shqiptar. Çto paramendojnë kur është 40 ulse, po veçin që të vagon është hyrë më shumë se 200 njerëz. Ne të gjithë kemi parë imazhet e fëmijëve të vendosur në tren, fëmijët që çojnë për prindërit që nuk mund t'i gjejnë, refugjatët që tregojnë se si të dashurit e tyre u ndonë dhe u zhdukën. Përshëndetje Mr. Midhi, shikues shqiptar që krejnë nga ona lindi. Kur e shihni se ku e mardh, besoni që keni me pas kogja se shumë nostalgji. Kur djemt më të mirë të venit ishin maleve të luftu, në uniform, besa edhe shumë ditë pa hongër e pa pi, familjarët e tyre bashkë me shqiptarët e tjerë ishin të debu pi forcave serbe nga fshati Blac për në Maqedoni të Veriut. Jemi këtu mes kufirit të Maqedonisë dhe të Kosovës. Jemi në fshatin Blac, komuna e Lezhanit, ku mrapa meje është treni ku gjatë pranverës të vitit 1999 rreth 440.000 shqiptar u dëbun bashkë me këtë tren. Nuk është komplet treni, është disa vagona vetëm, ama është treni original, nuk është i modifikuar për diçka tjetër. Qysh e dim, ose qysh kena dëgju ma shumë pak a shumë për familjarëve tonë, është që drejtorët e trenit ka pas raste që nona e ka hyp fëmijën e vet në qafë edhe e ka shtyp për mrena në tren që mi kësa ma shpejt. Mos të haroj me cek që edhe kamermoni jem që të më gjiru, është ik me që tren për Maqedoni të Veriut. Kështu që në tash kësha pas qif me hipa ka shumë edhe mrena me pose që shot treni për ma nga ofër. Të shohim ma mujna, po shqit edhe 25 vjetori gjenocid serb. Paramendo nona të moj që të fëmin e vetë në shpin për me hyp në dritarën el. Që kjo është ai veni ku nona ndoshta është do me djalë vetën edhe s'u po kur mo. Që kjo është veni ku shumë nona kanë qajt, jo shumë nona, po gjithë populli shqiptar, se këtu ku në kufini që ka dash masaj me dalë Maqedoninë e Veriut, ku unë e muj me thonë që vujtjet më të mëdhajat në shqiptarit e ka përjetu këtu kur e ka liru venin e vetë. Të shohim ju që kjo ju, as që kjo, ka që kjo na që ne ju. Veç hajde të provojmë pjanës tjetër anena, dhe me thonë që kjo këtu janë disa fotografi, gazeta po pedi, disa fotografi të popullit shqiptar, kur janë dëbu për shtëpive të veta për tokës në ku ata janë lindë dhe në rrit. Dhe me thonë në këtë mënyrë e kam përjetu. Edhe pse unë më i ri në atë kohë sa që e kom ri, po kjo tregon gjenocidin serb që kanë dashur bën popullin tonë. Fëmijët me bukë ndorë. Me lese. A i shmi ishtë të mërë në njëre? A mund e marrë? A mund ish? Hade bismillah. Pa qëto ku me vëzit në doget. Hade bismillah. Hade, a mund ish mi mëranda? Qëto jo, se qëto është treni kërë vëzit për kënina. Edhe treni kërë vëzit për kënina. Do më thonë, që i thojmë na shqiptarë të vëlloni, ma ta mojnë që të kamera, me pak ta mojnë. Hajde, hin. Qëllë Emil. Qëtu du më thonë është ullë shoferi i trenit. Qëtu du më thonë është ullë shoferi i trenit Blaca, ku i ka bort shqiptarë për Maqedoni të Veriut. Edhe, du më thonë, ku ka për me këshy rrugën. Zotë e dim për shka kanë shërby. Qere shpozojnë për me shku në cigare. Pasë dhe gjurë shqipe. Po, e kuqe, cilindri, frenues, e kuqe, rezervari kryesor. Pas ka pasë edhe në gjuhën shqipe. Dizel ka thonë. Ka sa interesant, ha? Sa? 140. Dhe me thonë që këtë treni pas ka pasë veç 18.000 kalume. Që 18.475 në kunë të ubo, pos... Qështu po thotë, 18.473 kilometrat kalume. Friza. 600 volt rrezik, 600 volt.
kilometra. Po. Wow. Ma për mësë është të më Je po, po nënë është do aktivizume. Në më të se shpjashtë A mone ma shumë po kam qef me hi në vagona mrapa, veni ku ka nejt shqiptarët o vlla, ku ka nejt shqiptarët, hajde. Tash, të shohim se a ka pikse onestina në i vagon hapun që me mujt me hi edhe mrena. Shoha do në zoti mujna mi me pope nga ofër. Që du me thonë? Pesha, a më dhe në gjuhën Shqipe edhe në gjuhën Serbe. Pesha frenuse. 18 metra e gjys. Oj, karburant. Të sigurt motorën. Jo së është trenë, kjo kamion është. Hajde bismillah, inshallah fishtujt mujna me hi. Jo. Edhe se që ajo, dhe me thonë, ka e hapme, nuk ishte i blokume se ato tjerat. Para me ndu. A fështë që ka nëllë blokume mil. Jo. Me knatësin ma të modhe kësha pas qef me një mena që m'duket që këderë ko ka qilë. M'duket. Ko ka blokuar me metal për menqet. Dhe më thonë ko ka pa mundësu hypja në to për me një mena me shukum nga për puna që e kanë dëmtu shumë. Bismillah. Bingo. Hajde bismillah. Hajde shikus në dërum. Tash dojna me hi në vagoni numër 2. Sa pjuve ma një me në vagoni numër 2. Në blac. Hajde. Boj sto. Sa më zetë mena. Shikus në dërum pisha do gjama të tyme dhe do gurë që të. A më paramendu që to janë, a mune mish me këshyri me lësa ullës janë 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. To e 20, 40. Që to paramendojnë kërën është ta 40 ullëse, po veçin që të vagon është ta njëpë ma shumë se 200 njerës. Ka sa njeri ka nejtë në kohë në të ku. Kur janë dëbu prej forcave serbe për Maqedoni Dverjot. Edhe ky një për vagonave tjerë, varset për tesha, këtu për çanta zakonisht. Qa po shkruajmë këtu po shkruajmë në gjuhën serbe. Sa interesant. A e në hapë qëto gjuma. Para më ndani shikus në dërum. Nona poshtë të hyp djallin e vetë mi kësa ma shpejt. Edhe na, si popullë na kon ka gjë se shumë të hekt, besa dhe shumë kena vujt. S'na kanë lonë kur rahat në menin tonë. Po ka dash zoti e fitum lirin, bashkë me djemë matë mirë që i patë këj ven. Shikus në rum, e po se qysh është për mrena, e po që është për mrena, treni Blaca 99. Shikus në rum, dash do me shku atje poshtë, të plaka për kujtimore, me po për më nga ofra ato dhe me ledzu paka shumë se a kona jam o shkrum ose që ka shkrum to. Kështu që, adërim e njeve, shkojmë të shojmë se që ka. Pesha të uvalvit flamuri Kosovës, flamuri komtar, po ashtët edhe flamuri i Blacës 99. Dhe më thonë me 10 prill, e kanë për kujtimorën e kujtimet të hjekave të shqiptarëve. Me 10 prill,
2025. Kismet Zotit. Përjetësisht në kujtime shqiptare. Treni i vendosur këtu tregon dëbimin e dhënshëm të shqiptarëve të Kosovës gjatë luftës lirimtare të pranverës së vitit 99. Këtu ishin krijuar kampi i Bllocës ku zhvillohej tragjedia e tmerrshme në mes jetës dhe vdekjes. Tragjedia e tmerrshme mes jetës dhe vdekjes. Atje sigurt ish dashur me shkruaj njëjta. Po që kjo që më lëma shumë në përshtypje, që kjo që tu në formë të lules. Që tu dverdhat, kockat e verdha, në formë të lules, për tash po më lidhet pak a shumë me këto përjetësisht në kujtesën shqiptare. Sa interesant. Sa interesant, po që atje lule, që këtu lulja. Mishtemistu 6 vargje që mu më preken mas shumëti, i ka thonë Madeleine Albright, sekretare të Shteteve të Bashkuara, ku thëtë, ne të gjithë kemi par imazhet e fëmijëve të vendosur në tren, fëmijët që çojnë për prindërit që nuk mund t'i gjejnë, refugjatët që tregojnë se si të dashurit e tyre u ndonë dhe u zhdukën. Është hera pore për mu që vizitoj Bllocën, po një fan gjësie tjetër ma jepi. Kjo është veni ku në pranverën e vitit 99 u dëbun 440.000 shqiptarë. Mishtimi unë e pelu me pamje, po ju kisha lutë që marrë me vizitu këtë vend, sarë që të munin e dhe me kanë që të munin.